ne kemi një koncept tonin, si gjithë, midis qytetit, në përndarjen qytet dhe fshat. Tani, me sa pash dhe nga inserti këtu fshati, po boshatiset. Boshatisur. Të rinj 60 vjeçar. Të rinj 60 vjeçar, po pak. Fshati po merë 2 goditje, dhe migracionin dhe migracionin e brëndshëm. Dhe se sumorën, po kjo është një plagë tjetër e madhe. Do me thënë, që të bësh politika për një pakic është ideale, dhe kjo është ajo ku unë mendoj që gjitha qeveri duhet synojnë, sepse politikat për shumicën bëhen dhe dihen. Problemi është që nuk duhet fokusohemi, si që tha dhe zonja, duhet shikojmë, nuk mund shikojnë të gjitha rastet, po duhet të bëhen politika të atilla që të përfitojnë edhe këto vënde, ose këto zona, ku popullsia është shumë e plakur dhe është shumë e pakët, sepse duke menduar që amëse aty, si që kemi ne pak veta janë, nuk është e vërtet, sepse e kupton çdo njeri ka të drejtën që të ketë, do me thënë, aksesin më të mirë ndaj shërbimeve,